përshëndesim miq të dashur nga këndi i gatimit të drejt për së drejti. Jemi në Vila 24 me Katerinën që sa ke Kati që përzien këtë brumin e ballokumës. Me thënë të drejtën duke pritur e kemi filluar para orës 9 dhe në vazhdim. Dhe nuk është se kam përgatitur vetëm unë, por na ka ndihmuar edhe kolektivi. Sepse tham që do ta bënim me dorë. Ju përshëndes të dashur anvisa dhe ju ftoj këtu sot, siç ju kemi thënë, neve sot do të përgatisim ballokume. Ne nuk i bëm me atë rafsen elektrike, por kemi filluar me këtë lugën e drurit. Siç e shikoni, na është bërë një trajt shumë kremoze, domethënë asnjëherë nuk e kemi arritur këtë lloj dhe kjo për arsye të kohës. Domethënë morëm kohën e duhur për të përgatitur këtë kremin që u bëm me gjalp të freskët, pra një lloj gjalpi të cilën e shkrim më përpara, e lam pak të ulë temperaturën dhe e shtuam. Pra, na duhet 250 gram gjalp përdorëm neve dhe 400 gram sheqer, nuk përdora 500, përdora 400. Juve nëse doni, mund të shtoni edhe 500 gram, do me thënë kjo varet se sa të ëmbla i doni ju. Dhe kemi filluar dhe kemi bërë përzierjen e sheqerit dhe të gjalpit dhe gjithë sekreti është që kjo do të bëhet në një drejtim, nuk do të e kthejmë nga ana e kundërt, veç se kështu do të punohet. Dhe e vendosim në një, si thua, pecet guzhine, që të ketë mundësi mos të lëvizi ena dhe të kemi mundësi që ta punojmë mirë. Shikoni se si na u bë, do me thënë, si kajmak, si mareng. Asnjëherë, do me thënë, edhe neve, ndoshta harxhuam kohën, do me thënë, vonuam që të vinim tek ju, po erdhëm tamam në kohën e dur. Kështu që na është bërë edhe ky krem ashtu siç duhet, sepse siç mësojmë të na thuhet vazhdimisht edhe nga zonjat e qytetit të Elbasanit që i përgatisin me shumë dashuri ballokumet çdo prag të ditës së verës, është një ndër ato ëmbëlsira që ka ato sekretet e veta, kundër të tjera, njëri prej të cilëve është pikërisht edhe koha në të cilën do duhet të qëndrojmë për t'i rrahur së bashku gjalpin me sheqerin. Dhe ne sot kemi menduar pikërisht të përgatisim ballokumet, meqense nesër është 14 mars edhe është dita e verës. Shumë prej jush janë duke i përgatitur sot, shumë të tjerë kanë bërë edhe më herët, le të themi që është ëmbëlsira që përfaqëson edhe muajin mars edhe ditën e verës gjithashtu. Dhe meqense jemi tek ballokumet, ne shumë shpesh kemi thënë se një ndër sekretet e tjera të përgatitjes së një ballokume jetë të shëndetshme dhe me atë aromën e shkëlqyer që kjo ëmbëlsirë ka karakteristikë të vetën, është mielli, të cilin ju do të zgjidhni për t'i përgatitur ato. Dhe mielli Ola nga kompania Atlas, ndër shumëllojshmërinë e miellit që vjen në treg, ju ka ardhur në ndihmë edhe me miellin që është posaçërisht për përgatitjen e ballokumeve dhe është ky paketimi në ngjyrë portokalli, siç e shihni e ka të specifikuar edhe në ambalazhin e miellit Ola. Dhe meqense jemi tek mbështetësit tanë të përditshëm në kuzhinë, do të doja të dërgoja një falënderim tjetër gjithashtu për vezën O Vital, për vezët e jetës, për atë kokrën e vogël të vezës që është kaq shumë e rëndësishme në përditshmërinë tonë, për të nisur një vakt me plot energji dhe proteina, natyrisht shumë shpesh është ndihmë e madhe në kuzhinë edhe për sa i përket gatimeve. Kështu që një tjetër pjesë e familjes tonë mbështetës është gjithashtu kompania Teuta, dhe meqense jemi tek përgatitja e ballokumeve, sheqeri pa diskutim nuk duhet të mungoj në këtë recetë, natyrisht që dhe shumë produkte të tjera që ne do t'i kemi në gatimet tona. Dhe falënderimi i fundit para se të marri fjalën Kati edhe të vazhdoj të na tregoj se çfarë po bën, shkon për Woodin, për salçiçet e mrekullueshme që janë kaq shumë të shijshme, të paketuara shumë mirë, të sigurta në konsumim dhe natyrisht që shijojnë shumë si mes një sanduiçi, por shpesh gjejnë pjesë edhe në gatime, ku patatet me salçiçe shkojnë shumë, po edhe në për makarona shpesh mund të përgatisim një salcë të shpejt me pana edhe me salçe të ndara në kubik të vegjël. Shijojnë në vakte të ndryshme edhe për t'i dhënë zgjidhje apo për të zgjidhur duar siç thot Kati, në atë vaktin e darkës kur s'kemi çat ham për shkakun. Shpejt e shpejt me Woody edhe përgatisim një vakt. Kati, dhe aq sa tham, shikoni do të tregoj, domethënë ja, shikojmë domethënë si është bërë kjo, është bërë goxha e mirë, domethënë një si thua mareng, pothuajse.
Atë që doja të thosha, neve vërtet nuk kemi atë enën e bakrit, por me këtë lugën e drurit e kemi përpunuar dhe kemi bërë një krem kaq të mirë që si që shikoni dhe vetë edhe juve nga shtëpia, që tani është gati për të shtuar 4 kokra vezë, të cilat do t'i shtojmë një e nga një. Pra duke i punuar të pak në rreth 1 minuti dhe fillojmë me njëherë. Dhe më mbrapa, ajo që do të ngelit është për të shtuar edhe miellin, që është enkas për bollukume, ashtu si tha dhe Anila. Ne kemi bërë një paku tjetër, e kemi vendosur në furrë për të treguar të përfunduara se si do të kenë atë përfundimin. Dhe tani fillojmë një nga një, të lutem Anil, të hedhim, mund ta marrësh si detyrë, ndërsa unë do të kem këtë, do me thënë që të bëj. Nuk ka nevojë të bëj një ndarje të verdhave? Jo, veç se në një tas të gjitha. Jo, një nga një. Një nga një, i ku e para. Edhe vezë shiko se si i kemi për të treguar, nuk e di tani ena. Veta këthem këtu që kam këtë lugë. Me që është transparent. Edhe pse i kthyem, do me thënë, në e tjetër ato mbajtën atë qëndrimin e dur. Sepse janë vezë cilësore, atë që themi gjithmonë, dhe një ndër treguesit cilësor të vezës është pikërisht e verdha e vezës që kur ne hapim një kokër vezë, ajo nuk shpërbëhet, pra nuk bashkohet me të bardhën, po qëndron ashtu. Dhe shumë e rëndësishme tani që të përzihet veza duke u shkrirë plotësisht dhe u lidhur me pjesën që neve kemi përgatitur, me sheqerin dhe me gjalpin. Do shikoni që ajo avash duke shtuar një nga një vezë do filloj të rrisë edhe volumin, akoma edhe më shumë. Fillimisht ka qenë ajo pjesa e zbardhjes gjalpit edhe sheqerit që është tretur plotësisht, nga një gjalp i shkrirë, do me thënë i lëngshëm, në u kthye në një gjalp të bardhë bashkë me sheqerin. Dhe kjo është rezultati i dur, ai që duhet për të arritur dhe për të përgatitur ato bollukumet që janë shumë cilësore. Lutem Anil, mund të ma hedhësh edhe atë? Dhe ndërkohë në ekran, ndërkohë që ne shtojmë vezët një e nga një, ju keni recetën. Së bashku e shohim, ndërkohë që vazhdojmë edhe me rrahjen e brumit të ballokumes, dhe përbërësit e plot janë këto. 500 gram miell mistri të imët, 400 gram sheqer, 250 gram gjalp, 4 vezë, 2 lugë finj ose qumësht. Mund ta zëvendësojmë edhe me qumësht këto finje? Po, unë kam përgatitur dhe finj, do ta tregoj më mbrapa, të lutem Anil ma shto dhe vezën tjetër. Edhe një pas kësaj, kjo është e treta. E treta dhe një kemi, shiko vezës si janë. Shumë të mira janë. Shumë të mira janë. Si ato syri magjik. Edhe kemi edhe kështu të mira të mëdhaja. Mirë, këto bollukume sot nuk e di. Do me thënë, është hera e parë që dalin kaq të mira këto bollukume. Sepse edhe si që shikoni, edhe mënyrën e përzierjes, pra thamë që do t'jetë vetëm në një drejtim. Rreth 1 minutë na duhet, do me thënë, për çdo vezë. Kështu llogaritet të? Ta edhe tjetrën? Ja, edhe pak. Edhe këtë marizën e kam këtu për të ullur këto pjesët anësore. Na u lodhe dora sot. Ta hedh? Po. Shtoj edhe atë Anil. Okej, faleminderit. Të lutem. Tani u bëj tamam kajmak. Do të vi momenti tani që kemi atë tavën, do të lyejmë pak me gjalp dhe do të spërkatim me miell. Nuk do të vëmë letër kuzhine, do të bëjmë ashtu në mënyrën tradicionale si e bëni gjyshet dhe nëna tona, po. Ja këtu. Ta të bëjmë këtu? Ose me gjalp të freskët, ose me këtë gjalpin që na ka ngelur. Okej. Se kështu duhet ishte gjalpi. Me shkrirë. Ska gjë, i marrë vetë, mosu... Ja urdhë. Edhe do të spërkasim pastaj me... Me qa? Do me thënë, me mirë. Po, okej. Mos në ti gjenë ato. Ka ti shof njërë ato, unë se... Të dyja të furra. Duhet në tjerë faktikisht. Se kemi bërë sa bollukume për para. Po të është e vërtetan, i kemi bërë pak më shpejt. Nuk kemi bërë ato rrahjen tamam, si që është ky brumi që kemi këtu. Që të kishim mundësi të na merrnin një të pjekur. Ku ti vëm diku këtu. E na
Ja, se do nxituam pak për ato neve, po këto, do me thënë, mënyra e pregatitjes do t'jetë kjo, që neve kemi bërë tani. Kjo është, do me thënë, mënyra më e mirë për pregatitjen e bollukumeve. Okej. Iku kjo. Është momenti i fundit që do të shtojmë 2 lugë finj. Që do të thotë, do të kemi hi. Si ta përgatisim të finjo? Ja, atë do të thoshja. Pra do të kemi hirin dhe do ta hedhim në një enë me ujë të ngrohtë, do ta përzim dhe do ta lëm që të dekantojë. Do me thënë të ngelet në fund të hiri dhe të ngelet ky ujë i pastër. Do me thënë kjo është finja. Ujë i pastër që ngelet nga dekantimi i hirit të zjarit, do me thënë të drurit. Pa. E hedhim 1. Edhe 1, 2. Nëna tona dikur e hidhin me atë pjesën e lëvozhgës. Gjyshe, do me thënë... Lëvozhgës të vezës? Të vezës, po. E kishin si mas. Atë. Finja. Kanë qenë këto mënyrat improvizuese në kuzhinë? S'kishin masa atyre, nuk mendoni do me thënë as me filxhan, as me lugas, me këto. I bënin ashtu, me sy edhe duke marrë një lloj maci, ajo pjesa e lëvozhgës, dhe thoshnin 2 nga ato të pjesës e lëvozhgës, të gjysmës, e hidhin. Ajo është sa një, thuash, një lugë. O ka t'ju lodhe, ta vazhdoj unë? Tani janë nuk do të të Tani barova unë thuaj, po nuk kujtove. Do me hedhësh pak e nga pak të mjeli, sa ta përthisi, edhe do t'i kemi gati pastaj për t'i bërë ashtu në atë formë. Tani, më thuaj vetë. Jo, i kam 500 gram është. Okej, po sa arova unë që... Shikojnë qikë se kemi matësin aty. Aj që është pa, 500 gram. Sepse Ola ka këtë pjesën brapa, ja. Pja u kujtoj pak. Edhe 3 goa, do me thënë që kemi atë 500 gram shi. Ja, ne kemi këto, 500 gram, ka ishë na duhe, si që kemi në recet. Ta e të gjithin një herë është? Jo, në mënyrë graduale, do me thënë duke e punuar, duke e përthithur. I dhe gjithande. Faleminderit, mund të shtosh. Më thuaj ti, shto, edhe më shtoj. Po, Anila, faleminderit. Të lutem. Edhe ju në shtëpi mund t'i bëni bashkë me fëmijët tuaj, të 2 bure grua, gjysha me... Kalojni dorë më dorë është ideja, se do në t'i pun kjo. Vazhdo, Anila, ta hedhim mjeli. Kati nëse... Jo, vazhdoj, tani, se po më thuet lutem. Do me thënë, nëse zjedhim t'a bëjmë me atë makinë... Rafsen elektrike. Shiko, janë ato rafset elektrike të cilat janë enkas për pregatitur ëmbëlsirat. Që e kanë qik më të gjërë. Jo më të gjërë, por edhe këto të vogla, do me thënë rafset e dorës, duhet t'i rafim dhe të ndalojmë se dhe ka mundësi edhe të digje. Nuk e kanë atë... Pa mirë, japim një kështu sap të marri atë... Do shta, fillojmë fillimisht me atë dhe pastaj me lukdruri. Po si bën me lukdruri, nuk bën me makinë. E drejt. Që është e vërteta, ajo që bëhen më të mira, ajo është kjo mënyra, do me thënë, që neve përgatisim. Vazhdo, Anila. E do të gjithin ajo, se është si gramatur. Po, thjesht nuk doa të ta bëj... Edhe pak në kam betur dhe një e hedhur besoj. Përthisë gjalpi, kremi që ne pregatitëm. Aromën këto e kanë shumë të mirë. Pavarësisht se këtu e kemi rrahur më pak të brumin. Pa tjetër. Prandaj duken ato që është nuk e kanë atë formën, strukturën e duhur. Të lutem, Anila, mund ta vendosim. Shtoj të gjithën. Po. Ndalojmë pak aty të shohim. Ndalojmë. Sepse nuk duhet ta teprojmë tek puna e mjedhit, dhe kjo varet edhe nga madhësia e vezëve. Patjetër. Pavarësisht se janë 4, por mund të jenë edhe të vogla, mund ashtu duam që të jetë një brum i butë. Gjë që e do të gjithën atë, se e shoh që në mënyrën e përzgjerjes, që e ka nevojë, domethënë, të përthis edhe atë. Këtu dhe pak fare kemi. Atë, ajo që është fiks. Po. Në rregull, faleminderit. Të lutem. Tani e përzihem, domethënë, të përthiset edhe ky miell. Edhe nuk e di si gramatura neve kemi qenë fiks. Pra si që keni, ja ku e keni edhe gramaturat, ka që kemi përdorur njësoj si receta. Pra nuk kemi bërë as më pak e as më shumë, duke u treguar edhe këtu në studio atë që... Tani e kemi gati brumin, ajo që në ngelet kjo do të më duhet pak që të lyej pak duar të gjalpi. Të hapim edhe pak kom tjetër, Anila. Hapim, ja, të gjejmë sepse më duhet që të lyejmë tava. Lyejmë tava.
edhe duhet të themi anvisave, e hapi me ndezin furën fillimisht në një temperaturë 170 gradë, pastaj do ta ulim në 150 dhe do ta lëm që të bëjnë rreth 35-40 minuta do t'i shikoni. Varet edhe nga madhësia se sa të mëdha do t'i bëni bollukumet. Nëse keni në masa më të vogla, domethënë sa grushti dorës, do atë temperaturë do 150 dhe të qëndrojnë rreth 40 minuta. Tani, ajo që ngelet është, shiko si i marim. Ja, këtu, në dorë. Kjo është mënyra më e mirë. Nuk ka nevojë, domethënë që të... Nuk i vëm shumë afër njëra tjetrës, besoj të marrin një çik apo nuk fryt, që të shtrihet. Formën e marrin vetë ato gjatë pjekjes pastaj. Neve 4 do na bëjnë këtu tani Anila. 4 bëj, s'ka gjë, ato që mbetet e vendosim më vonë në një tavë tjetër. Temperatura? Në 170 fillimisht nxehet fura dhe pastaj do t'i lëm në 150 dhe tham për 35-40 minuta. Do t'i shikojmë. Nuk ka nevojë që kanë këtë, domethënë çrregullimi dhe nuk janë ashtu se pse kështu duhet të jenë bollukume, domethënë të kenë atë brumin e shkrifët që të bëjnë sa më të buta. Edhe kjo ka ndikuar edhe nga finja që neve kemi përdorur. Nëse nuk do të keni finj, mund të shtoni 2 lugë të supës qumësht. Ose njërën, ose tjetër. Ne tani kemi gati për t'i vendosur në furrë. Unë bëj pastrimin e duarve. Ndërkohë, ne shohim pak së bashku se si na kanë dalë këto bollukumet që kanë dashur, si që thamë edhe pak më herët, edhe pak më shumë për t'u pjekur, por i vendosëm në furrë një pjesë nga brumi që përgatitëm tani duke e bërë sipas rregullit, thjesht për t'i treguar pak edhe... Ja, ku i kemi, janë të ngrota. Aromën e kanë shumë të mirë. Ta provoj? Ç'është e vërtetë Anil, nuk kanë atë shkrifërimin që do të kenë këto. Nuk e kanë. Mua më pëlqejnë. Ty të pëlqejnë, por mua do më pëlqejnë këto. Janë bërë të mira. Prita, heqim që këta. Edhe do të them që këto do dalin shumë të mira dhe do të bëjnë tamam bollukumet që duhen të jenë. Do me thënë, mënyra e pregatitjes ishte ajo që neve pregatitëm dhe brumi duhet jetë në të trajtë si që neve e kemi dhe hedhja duhet edhe kështu. Pastaj ato do të gjatë pjekjes, pra thamë fillimisht do të jetë temperatura 170 grade përsëris edhe një, do të ulin në 150 dhe do të lëni të piqen rreth 35-40 minuta. Do t'i shikoni. Pra këto janë bollukumet ideale, do me thënë, ato që mënyra se si duhet bërë. Okej, tani, nëse ne kemi mundësi, po i vendosim ato në furrë, ç'është e vërteta, kishim gati për sot. Është 150. Edhe një recet tjetër, të cilën në varësi të kohës së marketingut dhe të zhvillimeve informative, regjia do të na thotë nëse ta fillojmë apo jo. Recetën e shohim tani në ekran. Nëse do të kemi uroj, mundësi për ta gatuar, ajo është pul me qull. Dhe për këtë recet na duhet një pul, 3 lugë miell misri, 2 lugë miell gruri, 2 lugë gjalp, 3 lugë vaj, 3 thelpinj hudhra, 1.5 litër lëng pule, 1 specë djegës, krip piper, piper të kuj speci, uthull dhe limon. Kjo është receta, unë mendoj ne ta nisim nga puna, meqense i është dhënë një val zjerje e mirë, madje, jo një val. Një val është zjerë tamam. Është zjerë tamam, ishte të punës. Duhet të tregojmë më ambisave mënyrën se si kemi ardhur deri këtu. Tani, është edhe tjetra, po para se të them dhe të diskutoj se si bëhet, me thënë dhe këto, neve do të themi. Unë faktikisht kemi pasur një pul të plotë, si që shikoni edhe këtu, do me thënë, fillimisht e kam ndarë pulën në racionet e vogla, ato pjesët e tullit, dhe kam lënë këtu, që ta tregojmë pak, Anila, kam lënë këtu këtë pjesën e kraharorit, nuk e kam ndarë në racione këtu, sepse këtu do të hedha të kremi që unë do të pregatis, do me thënë qullin. Dhe i kam bërë një kavërdisje, pa i ndyrë fare, ashtu në tenxhere të thatë, vetë yndyra që kanë zirë gjatë kavërdisjes, edhe më mbrapa kam shtuar edhe ujë, që i kam lënë rreth 10 minuta, jo më te për këto racionet e pulës brënda të kuj që i nëzit, kam edhur ujtë nëzit më mbrapa se si kam kavërdisur, dhe i kam lënë këtu që të zjenë.
na është zjerë edhe pjesa e kraharorit, do me thënë edhe këto, se këtu e duam thjesht për të nxjerrë lëng, këtu tani këto ne do t'i vendosim në furr për të marrë, do me thënë, një shije të mirë gjatë bëhet pjekja në furr. Kjo do të thotë do t'i hedh edhe pak. Tani do të shtojë yndyrë. Ajo është yndyra që ka nxjerrë vetë pula. Dhe neve për fatin e mirë kemi pasur sot një si thua pur fshati. Ndaj lëngu është ashtu. Ndaj dhe lëngu është ashtu. Dhe mendova, meqense kemi këtë lëngun e mirë, përveç se qullit, nëse duan anvisat, mund të bëjnë edhe një supë të mirë. Vetëm me 4 lugë oriz që është për të gjitha llojet e gatimeve dhe enkas për supë, është gjëja më e mirë për të përgatitur një supë. Tu do të jetë edhe një lugë nga lëngu që neve kemi përgatitur. Shikoni se sa i mirë që është. Po prapa. Nuk e edhe më tepër, thjesht një lugë, sepse dua që të më bëjnë të pjekura racionet e pulës dhe jo të zjera. Tani këtë neve e vendosim në furr. Në rregull. E vendosim në furr dhe vijojmë me përgatitjen në vazhdim. Çfarë do bëjmë tani? Tani, këtu e kemi lëngun gati, është ajo që thash të vendosim dhe tiganin dhe pastaj të flasim. Mirë, ashtu e bëjmë. Duhet të sqarojmë diçka për punën e vëmë temperaturën e lartë aq sa duhet. Tani, për punën e qullit, do me thënë, me pulë bëhet në, do me thënë, Shqipëria e mesme e bën ndryshe, veriorët, do me thënë, e bëjnë ndryshe. Dhe e quajnë çervish, gana e veriut. Dhe ato e bëjnë me miell, vetëm me miell misri. Nuk i hedhin. Unë aty kam shkruar, do me thënë, në gjysëm 3 lugë miell misri dhe 2 miell gruri. Mund të bëhet edhe kështu, nuk është gabim. Mund të bëhet që në fund fare t'i shtoni lëng limoni, uthull dhe këtë e bëni, do me thënë, në varësi se sa të trash do t'a bëni qullin. Që t'a ktheni edhe si një trajt supe kremoze për kaluar vaktin e drekës. Por, në mënyrën tradicionale, do me thënë, të anës së veriut bëhet vetëm me miell misri. Unë për t'i respektuar sot, me qënë se ballokumet ishin të Shqipërisë mesme, ne do kalojmë tek pjesa e përgatitjes së mënyrës tradicionale të zonës së veriut. Okej. Sidomos tropoja e bën në këtë Sot na ka mënyrë. ndërtuar receta sipas krahinave. Jugun kur do t'na, apo jugun e ke gjithmonë me vete ti? E kemi me vete. Jugun e kemi me katin gjithmonë. E kemi, kështu që do të respektojmë edhe zonjat e verioret, të cilat dhe ato e bëjnë, si thua, këtë një lloj gatim shumë të mirë dhe shumë të shishëm. Të duhet një lugë? Më duhet një lugë, sepse këtu do të hedhim 5 lugë miell dhe në varësi të miellit që do të hedhim, do shtojmë edhe lëngun e pulës që kemi zjerë. Pra këtu e kemi përfunduar, do me thënë, plotësisht të zjerjen e pulës. E tani do të shtojmë këtu një lugë gjalp, që nëse kemi këto lugët e vogla, mos të bëjmë lugë tjetër. Madje do hedh 2 lugë gjalp edhe 1 lugë vaj. E do edhe vaj, se ndryshën nuk Edhe gjalpin nuk na diqet. Gjalpin ose nuk ka vaj. Ose 2 e 2, kjo varet. Me thonë, neve kemi lëngun e mirë, ka yndyrën e mirë ky lëngu, kështu që nuk ka nevojë që të shtojmë edhe shumë yndyrë. Tani këtu, sa të marrë temperaturë, do të shtojmë miell të bardhën misri, do të shtojmë 5 lugë. 5 lugë. 3, 4, 5. Nuk ka rëndësi, sepse gjithmonë gjyshe dhe nëna tona kanë i përgatisnin gjërat me sy. E shikojnë, do me thënë se ishte plot fare luga, ishte pak më pak ose kështu. Pastaj juve në përgatitjen thash të qullit, do ta shikoni dhe do ta bëni, do me thënë, në mënyrë se sa e doni. Thash që mund të bëhet më i plot, mund të bëhet dhe pak më i hollë, që ta servirni me uthull edhe me lëng limoni. Okej. Atëre të marrë kërkon, më mirë që ta... Të voglën, apo jo? Këtë? Të marrim ato, po të madhen. Këtë duhesh e marrim dhe të madhen. S'ka gjë, hajde se me Mendova që se se doje të fillova. vogël. Anil, s'ka problem se jemi mirë. Nëna tona me lugë druri e bëni. Po të lutem, Kati. I kemi të gjitha mundësi. Faleminderit. Si të jetë më lehtë për të gatuar ti. Faleminderit e dashur.
Tani do ta lëm që të na kavërdiset mielli, duam të na nxjerrë aromën e mirë mielli, të marrë atë nga i bardhë të bëhet, të marrë atë ngjyrën e arit, këtu kur kemi miell të bardhë e kuptojmë më mirë kohën e arritjes me të kavërdisjes së miellit, të skuqjes siç e thotë edhe Anila. E kavërdisim mirë sa të na marrë këtë ngjyrën. Ndërkohë këtu kemi edhe hudhra. Kemi edhe spec djegës. Faktikisht këto zonja tropojane e bëjnë edhe me spec djegës. Të vi pak pikante, do më thënë. I hedhin spec djegës në momentin e fundit që hidhet hudhra, hidhet edhe spec djegës. Okej. Edhe me që është e vërteta, Anil, më duhet të falenderoj edhe shpresën, sepse shpresën e kemi nga tropoja shpresën. Shpresa ta dha këtë recetën sot? Po, dhe e falenderoj. Shpresa është zonja që kemi neve këtu në studio, ajo që kuron, do me thënë, guzhinën Që në ndihmon çdo ditë në kuzhinë. Është një zonjë e mrekullueshme, e falenderoj edhe e dua shumë. Kështu shpresa ishte për ty ky përqafimi? Po, gjithashtu edhe motra e shpresës që jeton në Tropoj, më duhet ta falenderoj edhe atë, sepse bashkë diskutuam dhe nxorëm këtë përfundim, që mos ta bëjmë në këtë mënyrë. Kështu që falenderoj edhe motrën e shpresës që jeton në Tropoj. Të kërkoj ndjesë, sepse më njoftojnë që duhet ta mbyllim, nëse do të rikthehemi, do duhet na prisni, nëse jo, ju e dini që në YouTube do të vazhdojë plotë receta gjithashtu edhe në Balkan Web. Për momentin ju përshëndesim pak. Rikthyer në studio jemi bashkë me Katerina në këto pak minuta që na kanë mbetur, sepse duhet të tregojmë përfundimin e recetës së qullit që e hoqëm nga tigani, se do na ishte skuqur shumë më shumë nga ç'duhet, por e rikthejmë përsëri që të marrë atë temperaturën e nevojshme përpara se t'i shtojmë lëngun e pulës. Pulës, ashtu siç thua, ose lëngun e zogut. Po, sepse ne sot kemi, e mira është që në fakt në këto gatimet që përdorim edhe lëngun e pulës të jetë një pul fshati. Ka më shumë shije, është më bio, kështu që në përgatitjen e suprave ku lëngu do duhet të përdoret apo të qullit, e mira është që të shpenzoni pak më shumë, po t'jeni pak më të sigurt në atë që konsumoni. Dhe është një gatim që konsumohet edhe për ditën e verës. Po, okej. Që e përgatisin zonjat edhe për ditën e verës, këtë lloj gatimi. Kështu që nëse u ndodhi, do me thënë, e kanë mundësinë që ta blenë, nuk është problem që mund ta bëjnë edhe me pulë, do me thënë, të zakonshme. Po, mirë, atë rendim, atë e kemi gjithmonë. Tradita është tradit faktikisht edhe gjëja më e mirë është ajo. Atëherë në momentin tani ne që shikoni, ka ndryshuar, ka marrë atë ngjyrën bezh, nuk e duam më tepër sepse prishte struktura e miellit të misrit, pastaj hidhërohet. Kështu që deri në këtë fazë e duam, prandaj dhe ne e hoqëm dhe lam që ta tregonim ashtu siç duhet. Tani ta heq pak këtu dhe ta afroj këtë që të shtojmë këtë. Ajo që kemi neve këtu që na ndihmon është lëngu që siç e shikoni, pa i ndyrë fare, unë nuk kam hedhur i ndyrë, por është me ndyrën e vetë që ka nxjerr gjatë zgjerrjes. Ndërkohë, me që po shoh kështu në distancë, gati më duket që edhe ato copëzat e mishit të pulës janë bërë gati, tekëruar, siç ti doje. Po, sepse tani, me qënëse dhe është enë kështu balte, është enkas për ta përgatitur këtë lloj, si thuash, qulli, ose qervish, nuk ka nevojë dhe të futet më në furrë ajo, sepse e hedhim edhe mban atë temperaturën e dur dhe në fund fare unë do të shtoj këtu edhe pjesën e hudrave të grira në rende dhe do t'i shtoj edhe pak spec djegës, do me thënë dhe piper. Gjë të cilën ne pranë nuk do ta shohim se me ç'duket linjën duhet ta kalojmë përsëri. Të nxjerrim mishin e pulës. S'kemi kohë fare. As atë? Jo, fare. Mirupafshim. Mirupafshim, ç'të themi.